Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillah, esselatu vesselam ala rasulullah. Vllazërit të nderuar, fillimisht falenderojmë Allahun e gjithësisë, paqja me mëshira Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij fisnik, se dhe gjithë ata shokë dhe ata burra, cilët e kanë pasuar dhe pasojnë rrugën e pejgamberit Mustafas deri në ditën e gjykimit. Vllazërit të nderuar, sot në këtë ditë të bekuar të xumas, me emrin e Allahut, bëjmë niyet me therr këtë kurban akik për familjen Gashi me rastin e lindjes të djalit Riyad Gashi. Urime lindja, Allahu e rrit me shëndet, iman e bereqet. Amin. Kurbani akikës ka shpërblim të madh tek Allahu, sepse është dhuratë dhe falënderim për dhuratën e fëmijës.